Dhe nesër si vjen Elbasani ndeshja nesër me Vllaznin? Nesër kemi një derbi kundër Vllaznisë, si gjithmonë, një ndeshje bukur, një ndeshje shumë interesant, sepse edhe Shkodra ka shumë cilësi, edhe neve, dhe presim një ndeshje shumë e bukur, apo minus është ndoshta sepse është pa tifoz, sepse neve kemi nevojë për tifozat jonë, por kjo është situata edhe ne jemi gati për nesër. Në dy ndeshjet sezonit kaluar me Vllaznin e Elbasanit keni mundur, shpresoni të sërish edhe Do shohim, po, kemi një besim patjetër, por do shohim sepse është nesër një ndeshje tjetër, është sezonit ri, domethënë gjithë është e hapur, por neve si gjithmonë jemi Elbasani dhe çdo javë do kërkojmë maksimumi në fushë. Çfarë do të bëjë ndryshe Elbasani në krahasim me ndeshjen me Laçin për ta fituar? Tani unë nuk mund të flasim shumë, neve e di si stafi çfarë mund të bëjmë me shumë edhe lojtarët. Do presim pak edhe do tregojmë gjitha tek fusha. Kur mendoni ta keni plotësisht gati aty ku duhet skuadra, duke qenë se janë bërë shumë lëvizje? Tani ne jemi gati, fizikisht ne jemi super. Tani ndoshta nuk mund të them sakt, mas 1, 2, 3 javë, por neve do provojmë të bëjmë çdo javë maksimumi, sepse si neve edhe ekipit e tjera ka nevojë për pikat, edhe do provojmë të kapim forma si do të them, me shpejt. Tani kur do bëjmë nuk e di, por jam kënaqur me skuadra, çunat kapi gjërat shumë e shpejt nga stafi çfarë neve kërkoj. Tani prap fusha do tregoj gjitha.